Ja siguroj uku. Po rash po do. Jo, mos kaloj janë të lëna, të ndrojmë direkt. Po që. Ndrojmë kopë direkt, do jo pinga. Po pse s'm them mos jam macizme ta vitë shpjetë. Po se ka problem. Miqtë e mi, jemi rikthyer në fshatin Velagosht. Është fshati i ullinjve. Kështu e kam pakzuar herën e parë kur erdha. Ka mbi 150.000-200.000 rrënjë ullinj ky fshat i madh. Fshati i bekuar që ndodhet 400 metra mbi Kuçov. Është një fshat vital, ka shumë njerëz që duan punën, punojnë, i kanë duar të arta. Paradoksi është se në këtë fshat nuk ka rrugë. Tani që nuk ka rrugë ne kemi thënë që herën e parë, por herën e dytë që u rikthyem në këtë fshat, pas protestës banorëve para bashkisë Kuçov, në shi, ne erdhëm sepse rruga është bërë katastrofë, është bërë shumë e keqe. Është bërë aq e keqe sa furgoni para nesh u kthye pas, xhiroi gomat, sepse nuk kishte më mundësi të kalonte më tutje. Ktu është bërë për të ardhur me foristrat. Janë vetëm 2 kilometra. Nuk është një rrugë e madhe. Qamet. Çështja është se në bashkinë e Kuçovës, ta banorë nuk kanë gjetur asnjëherë një derë të hapur dhe asnjëherë një fjalë të mirë për rrugën e tyre, që në fundit është rrugë jo vetëm për banorët e fshatit, por për prodhimin, se flasim për një fshat që është i mbuluar e rrethuar nga të 4 anët me ullinj. Thash pra, fshati ndoshta më i madh që ka më shumë ullinj në Shqipëri, 150.000 deri në 200.000, nëse përfshijm edhe ullinjt e rinj, kështu thon banorët. Tani një pjesë banorëve që kanë makt të rrugë, makt e kemi edhe ne për 2-3 orë që si vim fshat. Po këta që jetojnë me këtë hall të madh dhe që vijnë dhe nga Tirana për të parë toka dhe ullinj, ne një pjesë tyre i kemi mbledhur në mes të fshatit, në mes të baltës. Ktu ka balt këtej, balt nga erdhën. Ktu nuk e njeh fshati asfaltin. Se ka njohur kohën e nderit, aq më keq në demokraci, që këtu nuk është hedhur as zhavor. Banor, faleminderit që jeni me mua sot. Faleminderit. Na dhimbset që t'i themi këto fjalë, por ky është realiteti dhe duam që t'jemi sa më troç, sa më të hapur, sa më transparent. Pa bindje politike, rruga duket, nëse do kishte 1 metër asfalt këtu, do ta dokumentonim që e bëri filani X apo Y. Këtu nuk ka asfalt, këtu ka vetëm balt. Balt kishte kur erdhëm herën e parë, shumë më tepër sot. Si të quaj? Mbaj. Mua më quajnë Jashara Galliu. Sa vjeç je? Unë jam 70. Sa kohë ke që e ndron rrugën? Kam prej 70 vjetësh që e ndërroj një rrugë. Pra që se ke lindur? Para se tash duhet të falenderoj ju si stacion, me gjithë shpirt ju them, ju falenderoj. Unë ti mirë ma bere atë pyetje, unë kam ikur qysh në vitin 1990, kam zbritur në Kuçov, për rrugë dhe për ujë. Pra lek të fshatin e bukur. E lash këtë fshat kaq të bukur, zbrita poshtë dhe ato çik mundime që ashtu dhe përsëri jam kthyer se kam mbjellur linjt, se dhe andej nuk jetohet. Por siç e shikoni dhe vet, gjithë ky fshat i bukur, këta njerëz kaq të mirë, të mrekullueshëm, kaq të ndeshëm, kaq punëtor, po dhe kaq të persekutuar. Pra e quajnë persekutim. E quaj persekutim, pse do thuash? Ne të gjithë, fshati jonë përbehet prej 200 kusur shtëpish në atë kohë. Edhe të gjithë kemi zbritur poshtë, po të gjithë kemi pronat këtu. Tashi, a duhem të jetojmë dhe ne si gjithë të tjerë, se jemi vetmi fshat në rrethin e Kuçovës që nuk kemi rrugë. Pra dhe është gjuna, gjithë ky fshat. Nisu nga ky fakt, ti e quajnë persekutim. E quaj persekutim. E quaj edhe na përbuzin. Edhe kur vem në bashki që bëjmë në një protest, as na del kryetari, jo se do, po të përpiqet për këtë fshat. Se jemi i vetmi fshat, prandaj ju falenderoj shumë me gjithë zemër që na gjendeni pranë për hallet. Ju pash që protestonit në shi, dje, më saktë. Ditë premte, ç'a ndodhi dje? Pash shumë policë aty. Ishin mbi 100 policë dhe ne ishim 50 të gjithë. Pra 50 banor me 100 policë.
50 banor në të Velagoshti dhe ishin 100 policë. Po çfarë Kjo do të thotë çfarë që kërkonit ju që kishte kaq shumë policë? asgjë, ne ishim me dorë në xhepat, edhe nuk i les na shkon për shtat një gjë, një dhunë, një nuk na shkon, as kemi patur kur, edhe se kemi. Nuk e di se si kanë frikë. Doli kryetari, nën kryetari, një As. sekretar. Kryetarin e kërkonim pse pra të vajtim u fshe, nuk si gjithmonë Nuk ishte. nuk ishte. Po njëri tjetër morët informacion. Thonë që e kemi rrugën në plan, po thonë kot për të na përzen gjati. Sa herë ta kanë thënë që e kemi rrugën plan? Sa herë thonë? E sa herë. Po. Ja të flasi dhe të tjerë se nuk Tani unë këtë balt nuk e pash herën e kaluar. Ha? Ti jemi korrekt me ato që themi. Herën e kaluar, vërtet rruga ishte e keqe, por ishte më e kalueshme. Që do thotë me këtë makinë e vogël të MCN-s ku e kemi në anën tjetër, me këtë kemi hyrë më lehtë. Këtë rrallë gati e kishim të pamundur. Tani si ja bën fshati për të hyrë domthonë për të ardhur këtu, si vini? Se me atë makinën ne takuam. Furgoni që është mbrapa nesh, u kthy mbrap. Për një moment. Thamë që na mori përpara, domethënë na mori nga pjesa e pasme. ne kemi bler Foristrada, faktikisht kemi bler Foristrada. Në këmbë, nga Kuçova, 6 kilometra. Zvija makinë. Po ti të na shikosh në kohën që ne vilet u liri këtu, është për të venduar në kokë. Janë tërë me makinë. I gjithë, Unë për shembull kam mira kujtal u linj do ikin, makina atje rrin. Me kuptoj. Ku i shoj? do zbresin poshtë për fabrikat, vetëm vujtje. Ju me kaq ullin duhet ta kishit bërë një fabrikë këtu se ju jeni. Pra duhet edhe ujë. Tani, t'ja japim kryeplakut. Po, Kryeplak, të falenderojmë që jemi ne sot me hallet e problemet, ti një më mirë. edhe juve, Dhe do doja në fakt ta nisja nga ju, por e nisa në mënyrë spontane. edhe juve urojnë suksese. Faleminderit. Ne kemi bërë disa protesta për rrugën. Tash ne dim, ne jemi vendi, si fshat jemi vendi me i largët i Kuçovës dhe me i vështiri. Tash ne nuk vërisim se ai na i bën fush neve. Se ne relievi është i vështirë, ne vojmë shumë këtu. Duke nxjerrë ullin në krah tek rruga kryesore dhe vojtja më e madhe është kur ne i çojmë poshtë. Se këto nuk të kërkojmë gjë nga bashkia, na i bën shesh fshati, sa është kodrinor, është i vështirë. Dhe ne vetë dim te këta punëtorë dim sa vojnë. Tunë këtë Po fshat. edhe Bistrovica larg është nga ura vajgurore, ama i kishin asfalt. Nuk e di, mi këtë votje ne po e vojmë ne këta që ta nxjerrim ullin në krah, nga toka, ta nxjerrim rrugë kryesore. Po ne vojmë shumë kur çojmë poshtë pastaj. Sa atëherë kemi. Dhe këtu janë vit 200 rranj ullin, 200.000 rranj ullin që ka vënë fshati. Fantastike. Dhe janë njerëzit më punëtor dhe njerëzit më të urtë kanë qenë ne korrim misin e tapis perondis. Në vinim kem. Aq punëtor jemi. Dhe pse të nënversojmë kaq? Na jam mitë zero prote, prapë zero jon nuk ka shkuar atje ku duhet. Po si u lan 34 vite në këtë gjendje? Ti je këtu në këtë fshat, Unë s'kam luajtur, nuk kam lëvizur. Me i mytin se edhe unë kam titikëm. Pa jasë me shpresë do bëhet rruga si vjet, do bëhet rruga në mot, na jo ngelëm këtu. keni jetuar me shpresë. Kemi jetuar me shpresë. Dhe jemi gënjur për viti, kemi marrë po tash shpresat tona më duket se po marrojmë. Se tek këto beti këto vite unë frikam. Po 2 kilometra, Tash do sa po tremem që rruga nuk do bëhet më. Po sa rrugë është? A është 2 2 kilometra kilometra? rrugë. Po dhe ne na jo jemi gënjur. Ne që kemi ne. Tu janë 30 familje, 30 familje i kanë bërë shpitala. Ka vënë shpina 50 milionë, 100 milion. Ne që kemi ngelu tu. I keni bërë vila. Po të tërë, ja, ti shikoj shtëpitë të. To që janë këtu. Të shtëpi të mira. Me myzë se rruga tona bëhet. Me këtë na jo ngelëm këtu. Një pjesë i ruan më shumë ikën. Ndon shpejt. A jeni drejtuar në një kryeministrit, sa i thot mu drejtoni mua në përmes linjës bashkëqeverisjes për ta na shkaluar burokracit. Ata se kemi zënë si mashkallë këtu. Keni prisi shkallët. Për shkallë grafike, si Po te prefekti minimalisht, a keni shtruar si Te çështje? prefekti kemi shkuar ne. Keni shkuar. Shkuar te prefekti. Por e çfarë ju thon nga njerëz? Do bëhet. Po do bëjnë, a ka një datë, Do bëhet. pa datë. Vetëm me këtë. Pa plane. Pa projekte. Jemi as projekt s'është bërë për rrugën tonë. Ju s'keni parë projekt me sy. Jo, projekt jo. Se tabel jo, se do ta kush kishim parë dhe ne. kalon për shembull, kaluan atë parë thonë e ka fajin e parë la pa projekt. Vjen ky prap në la pa projekt, vjen do vi tjetër për shembull mas 2 vjetësh do ndonjë do vi tjetër kur ata bashkia, do thonë edhe që s'ka projekt rrugë Velagosh, nuk ka parë i parë. Dhe kjo na la deri këtu neve. E kuptoj. Ju vetë jeni drejtuar në një fondit shqiptar zhvillimit, Jo. sepse fondi shqiptar është institucion adapt për rrugë rurale. Tash fondi Dhe kanë investuar në shumë vende. Fondi zhvillim shqiptar e bie lekun në bashki. Bashkia pastaj duhet ta menaxhojmë. Na i bën neve që jemi vendi më vështirë, mos bëjmë lista në poshtë.
Bëjnë liste jona, na la neve. Le bëjnë liste, shumë mirë. Po, bëjnë këto kryesorët. Jo, Kuçova ishte komplet asfalt, kishin edhe asfaltëri diku te afër bangave. Ai mos e ecën me ata që punojnë Kuçova ta unë edhe lartët e fshatat mos i nga. Të bëjnë tonë, po të bëhet Kuçova. Po të bëjnë na bëjnë ne që fshatat më të vështira. Sa litra vaj prodhon ky fshat? Por ta kuptuar ata në Tiranë se me kë kemi të bëjmë. Nuk bëhet sa bëj, kush e di. Vetëm Velagosti marr për vaj. Pra 200.000 rënjullin, sa vaj bëjnë? Me 50 kg për rënj. 50 kg për rënj? Është shumë, do të kesh makinë llogaritse. Po, pra e them, do bëra sa bëj. Unë vet kam bërë 2-3 vjet nga 3 ton vaj. Si familje. Ka që bëjmë shumë mua. Se unë ka 50, ka që na 1 mirë, na 2 mirë, na 3 mirë ullim. Familja me funi bën 1 ton. Familja e funi Bën 1 ton, ne. Çfarë sa bër? 200 familje, pse mu? Do vetëm me 2 ton familje. Ua. Që bëhet. Po. Vaj. 500 ton vaj fshat. E vaj. Unë di se kam bërë vetëm. Edhe njëna vajrat më cilësor. Po, vaj Velagoshi është i famshëm. Sepse është tereni tillë. Gjë në kohën e Turqisë, ai që millte 3 rrënj ullinj, ai që millte 3 rrënj ullinj, edhe kur të bësh djali për të martuar, kur të çonte kokra i ulliri, pa na janë ullinj shekullor këtu. Që janë mi vjeçar gati. Po pra. Prandaj zoti gazetar unë të përshëndes një herë. Faleminderit. Faleminderit juve. Që juve vini për hallet e kësaj fshatit tonë. Unë jam moshatar me Jasharin. Edhe Beari afërsisht afër nesh. Këtu kemi lindur, dikush na ne ka ikur në fshati, jo se ka ikur sepse te ky fshat nuk rrohet, nuk ka mënyra për të jetuar. Nuk ka shoqëri të mirë, ne kemi qenë janë fshatrat më kompakt. Janë fshatrat që kemi pasur aktivitetet që nuk ishin në Kuçovë apo me invent tjetër. Këtu ishte deri në 12 të natës, ajeng. Pse ka pas qendër kulturore, ka pas gjitha? Çfarë the orti? Un kam qenë nga njëna e instrumentistat. Edhe kam përfaqësuar kooperativën në rreth. Keni nostalgji për? Shumë. Po si ndodh që të kesh nostalgji për kohën e diktaturës? Si mund të ndodh? Të lutem, kohë e diktaturës, neve jemi shtypur në atë kohë. Unë dhe Jashari na janë matur flok me centimetra sepse beshim nga Gistera. Po ne s'kishim buktani. Kurse tani o bobo se ishim në breshër. I qashim na shi se lakshim. Po ne më duket se ram në breshër aty. A që keq është bërë? Po urdhë. Për ça? Kam parë një emision mbrëm. Edhe më ka dhënë shpirtit e vetja ime. Atje për atë Baldushkun në Tiranë. Afër qendrës Tiranës. Sepse hankoshin, sepse vdisnin njerëzit edhe nuk kishin se me të atë qonin me traktor. Në Varrezat. Mua më vajti, se si thona se më vajti mendje tek mballa ime. Neve jemi më kek në Baldushku. Të vish, ta shikosh, nga këtu, deri te Varrezat, ja ajo shtëpia blua dhe mata është imja. Batania e Varrezat. Edhe do thosh, ku jetojnë ta njerëz? Me të gjallë, lemeri, po dhe me të vdekur neve mos të gjejnë ndërman, ku është shteti këtu? Çfarë bën shteti? Me do vinë nesër. Çfarë do më thonë mua që unë t'i jap votën? Të majtit apo të djathtë, nuk dua ta di. Çfarë do më thonë? Doli dia i nën kryetari që ishte atje, unë u përgjigja i pari. Ora si ke fytyrë që dole, me të njëjtin muhabet, me të njëjtin gënjeshtër. Çfarë si do na i mush mendjen e veti? Sa kopi ti e 30 vjet. Atëre çfarë ke bërë? Po çfarë do me vetë me bashkisë? Për çfarë? Të lutem, ma trego pak edhe minuta qasë. Ta shikon qa vendimi e që ne dim qa e bërë. Qasë që ka vendimi? Qasë vendimi? Qa vendimi? Projektët edhe uno e mirë, pse për tisë? Po do për tasë nëse në ka vatë shpil majtunëse. O në ka vatë shpil majtunëse. Se njemi bashkë. Vazhdo. Ja ku e ke projekt vendimi, jo është vendimi plot, i konfirmon nga prefektura, që rruga e Velagoshit është për
prioritet 2026. Ja ku e Prioritet, është vendosur gjë. Është vendosur prioritet Në protestën e parë, na tha në 2025. Tani ka protestë të bëjmë ato të kemi bërë vetë bashkëtarë. Ora kemi tash po kërkojmë. Edhe të tjerë kanë pritur, kaq. Po mirë të shpjegote, ishte prioriteti që të Tani të shpjejmë është. Si kryetar bashkie? Jo, është nga pjera e kjo spitali. Të shpjeg kryetarit, Edhe të shpjegote është bërë asfalt. Hajde gjithë fali. Hotele? Ore ne kemi ardhur me Lagoshin, po na bëni kontroll. Ka një gjë, ne kemi program të bëjmë tjetër, miru pafshim. E morëm dhe fjalën tjetër gënjeshtrën e radhës, si gjithmonë 2026 takuam ja. O të lutem shumë, nëse je shtet, më siguro rrugën, më siguro ujtë, më siguro dritën. Është një drejtor i dritat me emrin Milo, ka dhe tjatin, na qelben një defekt, bëhet do 3 ditë bëhet. Pse? Se është gjithë 62 në linjat e tensionit lartë, pa vendor. Vajta i thash, shumë njeri u mira i, e falderoj nga zemra dhe shumë specialist. Unë ja vetë, kam punuar vetë gjithë jetën me tela. Por çfarë të bëhet si punat e kuzhinjerit, që e zgjedh e merr dhe si e pas zgjedh për të gatuar. Çfarë do bëhet ai s'kishte pas materiale. Pra s'ka faj... S'kishte faj e ziu. Lere të tjerët, për punëtorët e specialistët, dikush e militant, dikush është zaraqi, bën punë. Pra, pa drita, pa rrugë, po uji si është uji? Ujt? U rregullua se më e sollën ujin atë është rregulluar. Marrin ja 3-4 familje aty atje. Unë e kam shpinën më të ancept. Tek ju s'vjen uji. Edhe bile i ka qenë një që punonte me ujësielsin, i thash, o të keqja, ne qojnë e shatëra me të pasë, me vjena me shumë respekt, edhe i thash, me hiq kontratën. Më ka ve kontratë, kush e di sa ka vajtat, më kanë prera zorë, që unë kam investuar. Kam bler zorë, kam bler linjë, kam bler pompë, për ta njëtu majtë kodrës. E ujske? Edhe ujska. Po si ja bën me pusë, o? Tani, kam bërë një pusë 800-900 metrë largë. Po? Kam shtirë zorën, marë pompë në tokë, u kam lutur atyre që kam tokën, kam bler pompë generator, vete njerën 15 ditë atje, mbush për të derdhur, kam një pusë 35 metrë të shtëpia që e kam bërë me krah, atë e maj për lagu buzu për të pirë. Ore kërkoj unë nga shteti unë baba. Se vjen këtu, tjetra. Unë jam një pensionist. Më falë qik, jam një pensionist. Këta e kam e shteti. Përse më thua ti dërgoj, më falni, o quna, më falni qik. Pse më thua mua ti bëjnë letër unë kryeministrit. Unë kryeministrit, më falë. Unë kryeministrin, o vlajdashu, kryeministrit kam deputetin e zonës. Po, deputetin, rrike deputetin. Që i kam dhenë votën. Po. Atë deputetin unë e kam njëri tim, nuk mjë në punë. Hajde në shtëpi të presim. Se kanë ngritur zërin? Ore nuk e kemi, jo ai, po ti ke parti gjitha atje nuk ngre. Ata thonë, më ke vjedhur ti, më ke vjedhur unë, nuk kanë interes për popullin, se që halli ka populli. Pra ju nuk keni parë një deputet të ngrihet për fshatin tuaj apo jo kjo që është sot, po të tërat atje, gjina Fatos Nanu edhe qatë themën që kanë ardhur, ore të ngre një problem, të ngre një zë. Se ka Fatos Nanu këtu, a? Po e kemi pas deputet edhe. Ka qenë deputeti këtu? Fatos Nanos kur ka ardhur këtu, ka ardhur me i fjatë. O Xhaxhi, ka ardhur me fjatë, ka qenë ulli këtu. Po. Unë isha në punë, më thanë, po vjen kryeministri. Po vjen, do bëhet kryeministri, erdha këtu ishte një fjatë jeshil. Pritë më hapë derën, thashu pse sa hapë derën? Po ka thënë që do t'i sjellnin demokratët. Blla papa derën unë, ka qenë i furr këtu. U shtullën ata komunistat, ata që të shamirësit. Edhe tha, mua më thonë, tha, ti në Tiranë, tha që ai çuni jota vetë në shkollë na ka pirë gjakun. Tha ç'a gjakun? Fjalë vërtet. Unë për kratë, nuk e ashtu. Po çfarë bëri për mua? Ose ramet pas bashkin finva. Asnjë. Edhe ai këtu. Ka qenë këtu, jo një dekat, po 2. Varte do vatë raketë do shtë ati ku që. Edhe Marko Bello. Kështu që tjetër qatë desha të thoshja. Unë kam punuar 23 vjetë në lidhës, me brigatën e në lidhës Ministrisë Tiranë. Ta dy biotiku lartë. Po. Kam qenë punëtori atë e ndërbarje. Kur flinte generali, miku im, unë i sigurojam në lidhjen. Tani, ma një pension që sharak 200.000 lekë.
200.000. 200.000. Edhe i them atyre deputetet, jo këtit njeriu tim, po të gjithëve. Ore, ma bëj mua sa që mertin në muajt. Mua ma bëj në vit, do jem tepër i kënaqur. Ka shfrytëzim barbar. Çam lindë drejta, them. Juve deputetët e vizni shtetin me ligj, kurse mua më masakroni, edhe gjithë pensionistët e tjerë. Është e vërtet kjo që flasun? Shumë e dhimbshme. Shumë e dhimbshme. Ty për shembull deri në çfarë ditë të çon pensioni? Po, neve i kemi zbritur shkallën, nuk e dihet se sa do na lënë të ecim në vit drejt. Nuk do në gjendje mirë. Edhe u tani në gjendje. Po jeni në gjendje për punës që vazhdoni e punoni në këtë moshë. Po vitet që parë keni mbi shtëpinë. Po bukra e kemi lakone, nuk vojmë. Ne vetëm në rrugë. Vetëm rruga. Okej. Ore xhaxhi. Ai që është mësuar pa punë nuk rri pa punë. Nuk rri dot pa punë. Ashtu. Prandaj unë të falenderoj edhe një herë. Ngjeci ai kamioni. Ngjeci kamioni aty. Të falenderoj edhe një herë. Faleminderit. Ngjeci. Unë duket se do merret traktor. Do vish pak të lutem? Po. Selami. Ja, para se të kalojmë te zotëria. Tani, çaj ke këtë letër në dorë? Se ti je i riu i fshatit që e ngre edhe më shumë zërin edhe se të tjerët, sepse të kam parë aktiv edhe atje poshtë edhe në fshat. Po, unë jam... Qa është kjo letër? Unë jam i banor i fshatit, i falenderoj që keni ardhur. Faleminderit. Neve kemi bërë një protestë dje. Po? 5, 6, 10, 70 banor, edhe 100 polica mund të themi. Na ka dalë nën kryetari i bashkisë. Po? Edhe na ka thënë, me kam dhe me video, me fjalë, na ka thënë që ne kemi prioritet dhe kemi projekt për rrugën me fjalë për 2026 do bëhet. Na lexoj këtë letër. Ku kjo letër na thot për rrugën e fshatit nuk ka projekt. Pra të ka dhënë këtë letër që thot për 2026 e kemi projekt, ndërkohë që në 2024 këtu nuk ka projekt. Po mos e kanë bërë tani. Ja kërkova, pa pik turbi, ja kam kërkuar pas protest, erdhi më tha, i thash më jep projektin që ke bërë. Më tha, do marr lejen nga kryetari. Kjo më çuditi, i thash, nuk dua dokumentet e kryetarit, dua një kopje. Nuk është sekret. S'është sekret, jo do të marr leje, është me fjalë nuk kam asgjë me kryetarin. Kjo është fjala e Sybisheut, duhet të marr lejen e kryetarit. Unë prapë unë jam i bindur, jam shumë i bindur që ai nuk ka projekt. Ai është një mashtrim. Nëse ai ka projekt, hajde të më shtyj njëri përpara mos të pështyjnë atë. Po kemi parë fshatra që nuk kanë ka projekt. Qendrat asfaltuara, jo më rrugë të asfaltuara. Se në fshatin tuaj, si po shkon situata në fshatrat përreth? Fshatrat përreth janë shkoj si është puna. Edhe për të kuptuar. Po, kemi fshatin poshtë Goraj. Po. Lidhesh poshtë me Perëndin. Aty tu bë edhe një rrugë tjetër lidhse. 2. U bë edhe një tjetër pak ashtu gjysmë rrugë po me beton. 3 rrugë lidhse. Lagushi se ka parë 30 e ca vjet. Jo asfalt, po s'ka parë as beton. Shtrimin e rrugëve të Gorajt, të Avaleasit, të Ferasit, të Magjatës, të Tapis, janë nga ato punë që ne kemi realizuar këto 4 vjet. Më fal pak, më fal. Para një copë beton atje. Po, e kam bërë para një viti e pak, si ngritëm neve protesta. Sa ishte ai? 1 kilometër, as ishte betoni? Është jo, është një 70 metra. 70 metra? 70 metra. Kur ndoshta do të kapni të gjithë telat para një viti është bërë. Të gjithë telat dhe ekro kanë dalë atje se po na çajnë goma tani. Ajo është më e keqja. Po na çajnë dhe gomat. Siç e shikoni gjendjen. Tani ne si fshat jemi organizuar gjithë të herë dhe s'kemi parë gjepe gjene na këta. Kemi vendosur që të gjithë, pa përjashtim, nuk votojmë dhe do bojkotojmë. Kjo bojkot nuk është me fjalë. Mos guxojnë të njëri të bijnë kutin, se nuk votojmë. Ndryshe do dalin para fshatit aty të pëllcasin trut, si deputetit Bardy Kolçaku, se da përmend në emër, Bardy Kolçaku që ka ardhur këtu ka kërkuar votën. Si kryetari i bashkisë, edhe kushdo tjetër. Se nuk kanë gojë më, ç'u bëhet. Ajo forestradë e bukur të futet këtu, ajo nuk shkon më tutje. Jo, më tutje do tani është një problem. Është një problem tjetër që është madhor. Mirë të gjallë s'po gjen do dërman. Ore, po të vdekurit çka kanë këta që s'na bëjnë rrugë dhe për të vdekurit edhe. Të mos kur të vdes një banor i fshatit. Ne sot do ta marrim xëvarr. Se me kam nuk kalojmë dot me ata. Do të çoj, jo do ta shikojmë me kryeplak, do ta shikojmë të pjesë, do ta shikojmë, do vëm ta shikojmë. Po s'kemë edhe kras, do na njësim pusë në atë neve.
Po kështu do vjen atje. Hajde, atë do shikoj. Ka vajtur 1 metro balta. Na mbyti Luca dhe balta. Ani unë kam sa dokumenta Tani duhet ja kjo rruga këtu është gati këtu ngec një. Po. A është kështu si kjo këtu është? Po të bëjmë me lekët atë. Kjo është lule Ata kjo. po bëjmë me lekët atë. Tani këta janë banor këtu dhe po jep të gjithë lek. Po Për dalën ta në shkruar shtëpi, vetë. po dalën në shtëpi. Kanë edhe 2 milion lek, me sa di unë. Po kam shkuar deri poshtë një herë. Te kjo rruga edhe ishte e vështirë edhe E bëjmë me shtuan ata vetë. Po shtrojmë, po fillojnë ta shtrojmë vetë aty. Po s'dalim dot gjithë këtu, pa është kish këtu lart. Është shumë keq, kemi arritur nuk e di çfarë flasim, janë treguar shumë pa besë me neve. Ani për prodhimin s'kem çfarë flasim se këtu është fshati më prodhimtar. Reagoi kush nga emisioni i parë? Jo. Asnjë fjalë se ai ka qenë një emision shumë i shikuar, se paktën mund ta Shumë kontrollojmë. i shikuar unë kam diçka tjetër se kisha dëgjuar dikur që sa të jetë ky kryetar nuk bën rrugë dhe unë me këtë gjë që na gjejua ide unë prapë e vërtetoj që Pra mendon se e ka personale me ju? Po se kështu kuptoj tani se gjë sa i del thotë kanë projekt, tu lexon është dokumenti i bashkisë. Nuk e shihni. Thotë nuk ka projekt. Drejtori i kryeministrit, çfarë do i thoje? Zoti kryeministër, shikoj një herë këtej, mos na vër gangistera në bashki, se ne jemi njerëz të hallit, njerëz të punës. Njerëz të punës. Të lutem. Ka mund si ta ftojmë si fshat të vinë të lyhet këtu. Po. Pra, kryeministri të vi këtu në Bal. Po nuk vjen Mirë do ishte. Zoti, më dëgjoj pak. Zoti kryeministër, a ke përbartyr Kollçakun për deputet? Ka kërkuar këtu votën, ai sa ka marr bashkë me hajde shikoj gjendjen tonë zoti kryeministër. Nuk kemi dalë tu për parti, kemi dalë se na ka vajtur shpirtin majt hundës. Zoti kryeministër këtu nuk ka votime. Nuk e pas se sill me 100 polisa kutin, nuk ka votime me, se i na ka vajtur shpirt majtunës. Merrni masa para zgjedhjes kjo rrugë të bëhet. Nëse kjo nuk bëhet, nuk duam t'ja u dim fare emrin. Kaq kisha unë. Shumë zgjidhje. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje shumë të shkurtër publicitare. Do rikthehemi në Velagosh, shikoni se sa shumë njerëz kam këtu në qendër të fshatit. Në qendër të Balta, sepse qendra e fshatit është vetëm balt, nga do të hedhësh syt. Ndërkohë që ne kemi qenë në fshatra të urbanizuar, sidomos ande nga Korça, që janë gjithë rrugët e shtruara. Çuditërisht, në këtë pjesë të Shqipërisë, Balta është refreni i emisionit. Nuk ka rrugë, ka vetëm balt. Me njërën mbas publicitetit. Rikthehemi miq në Velagosh, fshat i madh me 200.000 rrënjullinj. 200.000 është, nuk e di të mbash një Shqipëri tërë me vaj. Aq shumë ullin ka ky fshat. Në vend që t'ishte fshat i privilegjuar, që të kishte rrugica, fshati s'ka një rrugë për me ardhur në fshat. Makina përpara nesh e thash dhe po e përsëris, u kthye pas, xhiroi gomat dhe për një moment thamë se po filmonin një aksident korale. Aq keq që është bërë rruga. Dhe kjo është pa filtra, e shikoni edhe përmes pamjeve. Do vazhdojmë me banorët e tjerë sepse janë shumë të irrituar, vetëm një ditë përpara kanë qenë në protestë. Kush do flasi pari? Në radhë parë ju përshëndes juve njërë. Keni ardhur ngrini këto problemet që ka Velagoshti. Me ato sa keni mundësi. Fjalën pa limite kemi. Sa keni mundësi për t'i investuar, nuk unë investoni dot. Falenderojmë dhe atë Marin Memi që erdhi këtu, beri dhe emisionin. Të dy sistemet i majmend. Si shta i folim. Të vinje në sistemin e parë këtu në Velagosh, gumzhinin populli. Megjithatë, ai sistem iku. Erdhi ky tjetri. Unë i kam për cilë radhë. Gjina fatos nanua, le bashkim finon, e bashkimi thoshte, këtu të rapin kuqove gjaketun dhe votojnë ata. Do me thënë tallen. Edhe këta sot tallen. Se vota nuk i mori kjo për kryetar bashkie, ta ti jemi shumë. Dignitet, po t'i preshkokën atit nga Gega, që i mori 800 vota. Ati demokrati nga Gega. Megjithatë, unë këtë formë si jap kur. Unë jam i majtë, po tjetë ashtu. Kam që kryetar partije, në me lesejine, me socialistene. Nuk dhe që ato di, se s'nuk për shërben, taksat me merë. Atëra urdo këthemi.
Ai kryeministri kitoni ju. Ai kryeministri për mua se atje zgjidhen ata, s'kemi çfarë bëjmë. Edhe partia e zgjedh deputet, s'kam prap çati bëjmë. E zgjedh e kryetar partie po prap, nuk nyri dot. Kur vjen puna te vota tani, unë ja votën. Edhe me deputetin e parë që ka qenë këtu, ja mërën këtu matanon, me te. E më tha mua ti qenë me mendin e babaj tim ta. E mirë tërë, se unë i thash nuk të kam zgjedhur deputet. Edhe këta 40, prapë nuk janë deputet tanë. 40 i ka PD-ja, 40 i ka PS-ja, që janë deputet tanë. Pse mi futë listën e fshetë më di? Hidhe listrën e të votoj populli. Po ata nuk marrin listën të hapur. Listën të hapur. Po nuk marrin asnjë vot ata. Gjithë Edi Rama dhe Saliu. I do të hapur. Po se bëjnë ata. Ata tani thonë që 40 deputet. Çe ka hedhur popullit për votuar? Na 40 10 i morën ata. Tani kjo është politika e madhe që po bën ti tani, por vim këtu në fshat. Do dalë dhe aty unë. Ore si s'të kanë dëgjuar 34 vite? As kanë dëgjuar dhe as kanë për të dëgjuar. Tani, ne i themi një llafe popullore kështu. Fukaran mos e çoh në pushtet. Se të varej. Unë i di një të dy ata na vinë ata, si kryetari i bashkisë dhe ky tjetri, që me nerë i ktheu popullit të Velagoshtit djerë Kuçov. Kush është ky? Na vjen ky. Mos i ofendojmë deri në atë pikë se do na akuzojnë. Na kanë ofenduar në ata, kemi bërë kaq protesta, ata skandal. Ore nuk e bën dot. Dil, bizetojmë. E secili në punë dyja. Po jo hiç. Është në takim ai. Ada për deputetin se deshon. Kuçova nuk ka bërë, sidomos fshatin Velagosht ata ka për një kur. Dhe ku do është vetë një të pyet çati, se ka punën sa plot atje. Atje, e pyet rrugë Velagosht nuk bëhet. Dhe ajo doli. E kina zmisul atje, jam ngërën me to. Dhe ajo doli llafe atit. Rrugën e Velagosht mos e prisnin taj, se nuk bëhet. Gjithë vjet ishin protesta atje. Ajo është. Pse më bën më stoj listë rezervuarin maj, kur ai nuk ka para. Fitim ka mund të rezervuari. E ta bëjnë dhe ataj, bëjnë rrugën e ta bëjnë. Bërë një rrugën e maj për mes pyllit tani në ajo. Ati e fshefen parat. Do fshin parat ata. Këta e të më ofendojnë mua ata. Do fshin parat. Si fshet do të rrugët ajo. Ati i gjejt e rezervuarit. E kreu fjani e këti e i dhe i gjejt. Ose ata që po bën rrugën ati e thot, gjo rrugën e asaj Lumasit. Pse ati e bet rrugën Lumasit? Ati e bet për ullinda. Janë ullinda atje. Ore çakull, sjellin këtu se mirë asfalti se që ka histori e pamundur kështu me sa po thoni ju. Na makinë sjellin ata. E sjellin. Edhe sa shnojnë. Edhe sa shnojnë nuk dihet. Pra e kemi të humbur. Në Kuçova ata se hedhin çakull. Jo, m'fal. Në Kuçova bën një rrugë ata dhe shoqa bën këta. Them këta bashkiakt. Atje ku jam unë, është pjesë e peronist. Edhe këtej janë ca punoj bashki, ca punëtor, e shtroj asfaltej. Ja u qoj dhe për shpirat, këtej ta eshe peronista s'ka. E di? Ja i kryetari bashkisë. E di, kam bërë emision mund Perëndim, pritej me thik asfalti, uji, kanalizimi dhe gjithçka. Edhe lafosu me këta. Baronte historia aty. Edhe lafosu me këta di pasaj. Edhe këtu tallet, si viu tallet. Ai kryetari Shkodër. Reforma territoriale që fshatrat i ka lënë kështu e Gjemal. Kjo e ila kështu. Ajo reforma që bën këta gjoa që do forcojnë bashki. Pra ti thua që ishim më mirë me komuna? Mishte më mirë me komuna. Më mirë. Me komuna. Ja, do ta mbyllun me një patut që bën ai kryeministri atje. Do ta i për bufin e Knec. Po që këtu, a mos i ka të Korbit? Zojt e Korbit këta, a i bufi Knec e pruj gjën ripës rrugën. Edhe e pruj e Reshëpateri. E pruj gjë aty. Këtu pasaj që i qikfa i Velagoshtit. Që nuk gjiron makina, nuk për makina ta. Se unë jam brëtësit rrugës. E pruj gjë aty. E shtrojt e me qakull të lartë. Po këta dy të tjertë që kanë arë mas këtit. A si gjë farë. Po këta dy të tjertë. Se më thotë më e shu. Qa do vinë të thonë këtë Po më do të vinë nesër. Po të vinë nesër. Ose më dhe tani në këtë moment. Po të vinë e. Qa do t'i thuash po të vinë tërë? I këtë prap. Do t'a kthesh mbrap? Këtë prap. Ore për lekët që vidhen. Pse ngërjen ata thonë kjo bëj kjo këshu? Ata janë palavra që bëjnë ata gjam po. Pse ngërjen për një rrugë ata? Pse ngërjen për një rrugë kjo është kej këtu. Ose mos qoftë kurtën e ajo edhe mos na rastist. Dhe një vrasje të argjum deputetët.
Inshallah. Vetëm për rrogën e tyre ngrihen ata. Ne nuk kemi gjë në Shqipëri. Ju falenderoj ju si media. Faleminderit. Nuk dua të zgjatem shumë. Kemi hedhur miliona lekë për shtëpit, kemi bën. Nuk qeveria nuk do ka ndihmuar fare, ne do bojkotojmë zgjedhjet. Nuk do votojmë asnjë. Unë të propozim kam. Pra je për bojkot. Po. Faleminderit. S'ka më. Jo. Okej. Faleminderit. Ja ti ndaj mikrofonat, flas njerëz të tjerë. S'ka problem. Babe, Edhe unë rushiti me qojnë jam rritur, kam lindur, jam rritur këtu në Villagosht. Jam 68 vjeç. Kemi problem vetëm rrugën. Mos na vin kutit fare. Ka kisha unë. Vetëm rrugën, duam rrugën. tani halli i madh i rrugës ka bërë të harrosh hallet e tjera si, sepse shëndetësia keni? Po, u rregulluar shëndetësia mbas shëndetësi emisionit? kemi, me primer kemi shëndetësi, nuk kemi shëndetësin. Po deri në çfarë ore rri? O po, rri. Pra te që shu është, atë falenderojmë, pra te 8 orashin që na i zbaton, jemi dakord me te. Jemi dakord. Uj tani nuk ka, dieta se unë jam anesi shta i shoku im aty jam anena të sevi fshatit dhe... E keni fjetur mendjen për ujë? Kemi fjetur mendjen për ujë, kemi bërë puse vetë me kra. Puse, Kemi shpenzuar jashtë mase. Dritat? Dritat na vinë, nuk po them, po kemi edhe pengesa. Nuk ka aq pengesa për dritat, nuk ka. Nëj defekt për ata që tha i shoku im për linjën a nejt, mirët masat të ndërrojt. Të ndërrojt. Të ndërrojt. Kjo shkolla këtu ka më fëmijë? Sa kanë mbetur? Kanë melu edhe 12 fëmijë. Gjithsej. Po, ja unë aty kam 3, të çunit kam 3 kalamaj që janë në shkollë. Se ikën njerëzit? Po ikën njerëzit se vetëm nga rruga, nuk ka rrugë. Nuk ishte rrugë me përpara, nuk ishte edhe ujë me përpara. Pra kjo ishte arsye, zbritën poshtë dhe mbeti shkolla? Shkolla me 12 kalamaj. 12 fëmijë. 12 kalamaj. Sa të dhe ajo po vjen drejt skadimit. Subvencion ke marr? Po. Të i themi gjëra troç. Nuk kemi marrë subvencion. Nuk e marr. Nuk e marrë subvencion. Sa tokë? Kam unë 2 hektare gjysmë tokë, shtu 25 dulim tokë. 25 dhe nuk merr. Po, nuk marrë. Fare. Nuk marrë. Po si nuk merr asnjë? Po nuk merr vetëm naftën në shurë. Naftën e merr? Po, naftën e ka dhënë naftën. Gjysmën e naftës kemi marrë. Gjysmë, sa naftë more për dynim? Unë mora 150.000 lekë për naftë. Për naftën, sa duhet merrje? Sa takonte? 300.000. 300.000. Gjysmë atë more. Po, gjysmë. Të mjafton kaq naftë? Edhe hipotetikisht se i more të gjitha. Po mjafton ajo aq naftë. Ajo nafta sa shu traktorin ai do vente toka do punonja atje shu ja 5-6 ditë më shumë nuk është. Aq është nafta. Aq është nafta. Si e sjell thesin, ma trego pak si e sjell thesin e Ullirit. Po thesin e Ullirit do ta nxjerrën krah nga atje te rruga kryesore. Sa janë ata thasët? Janë të mëdhenj ata. Po ne tham që 50 kg pra, po ne nuk marrim 50 kg. 25 kg. 25 kg ndihma. Kështu që do ndajmë gjysmë. Vetëm i sjell të gjitha. Ai ka komarku ta ai ta kërkojnë komartë ta sjellë. Po vetëm i sjell të gjitha vetëm apo të ndihmon dikush? Jo, unë kam çunin një djalë kam, ma falin Zoti, nuk shkon në emigrant tani se unë kam vetë punë në shtëpi. Tu shparaj se ti kësh në emigrim tu është vret Zoti me gjithë ullin. Është ajo muhabeti që llafosëm ne dhe shokët e mi me përpara që thanë neve kemi unë kam 500 rënjë ullin vetë si familje. I kam vetëm unë si familje. Shton nga vitin vit? Po shton, dihet atë dyrimi, ulli duke rritur, duke ecur. Jo, shton me rënj, mbjell rënj tjera, vazhdoni? Jo, shiko, se unë nuk mbjell, unë për vetë time kam ca gjetë gjalla dhe nuk kam mbjell, kam tokë. Ke edhe bakti, jo? Kam e bakti. Sa bakti kam betur? Kam një 50 dele unë. Nuk merr nga ana e delës, duhet kesh 100, këtë e di. Po, edhe kështu që do të kesh 100. Dhe nga jo nuk kam majtu sa tokë që unë i mbjell për blektorinë ato. Për blektorinë. Ku e qonë qumshin? Qumshin? Se është hall tjetër pastaj. Se mirë Ullirin, po qumshin. Vjen makina në poshtë dhe që ma në poshtë qumshin. Po me çaj qonë se këtu me zi shkohet? Me motor dhe qonë qunë. Me motor? Me motor. Sa të bëhet asfalti. Po bëhet asfalti. Su bëhet asfalti. Ne për këtë punë kemi ardhur për asfaltin. Po pse po themi? Ne lutim Zotin. Neve duam rrugën. Na bëhet rruga, po bëhet rruga, neve i kemi tërat mira. Edhe është ajo muhabeti që llafosën ata shokët.
për të bojkotuar, për të votuar, ne nuk votojmë. Po ti të mos na vin. Fare. Shumë i qartë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit. Për respektin. Ja kalojmë zotërisë. Jo. Ja, përshëndetje. Përshëndetje. Pastaj përket rrugës Velagoshtit, rruga është një zhvillim për popullin, për fëmijët, për të gjithë, edhe që duhet rruga. Edhe kështu që... Juve sa ju penalizon? Për ta kuptuar dhe ata tjerë? Ja, praktikisht, unë pata një viti, para 2-3 vjetës, një 3 kujtal qërshi. Zuri shiu, as erdi makina, as dile makinë, nuk kalbe. Se ka dhe qërshi i fshati? Po ka. I bekuar, po. Do të shisjam, Liri është. sikur me 500 lekilën të vjetra kështu, i fituar, po, dhe ai që do mirë, do kënaqesh, e s'do shkoni kot. Sa humbe? Po, bete sa më 150.000 të vjetra. Se kam blafi me atë qëmimi që do të shisjam unë. Unë kam 4 çupa. Dhe një vjarë, ato çupat kanë tokë këtu. Kanë nga 100 ullin për çup. Edhe marrin na 20 kujtal, na 30 kujtal, se ullin janë në zhvillim shumë. Edhe më marrin telefon. He, qysh është rruga? Vim dot. Edhe kështu. Se duan të vinë fshat edhe Po kanë ullin. bezmatohen këtu nga... Do ta punojnë, ta vjelin, ta punojnë. Ku jetojnë vajzat? Në depoj ka martuar, ta ku Poshtë, në Kuçov, në Kutalli. Kanë fjerë. ka poshtë. Edhe kështu që megjithatë kemi besim. Ti se ke humbur besimin. Po, Uroj më të mirën. Faleminderit. Ja ka rrugë vinin ato varret. Okej, faleminderit. Faleminderit. O Gzim. Merë. Tani, Gzim, këtu u thanë shumë gjëra. Shumë histori. Shumë dhimbje. Në fakt, po t'ishim në një botë ideale, këtu do duhet kishte bujtina. po, patjetër. Kemi parë ferma, agroturizëm, kështu quhet. Duhet kishte. Thot kryeministri, bëuni bashk, hajdeni, aplikoni, merrni edhe ndihmë nga shteti për të bërë bujtim. Duhet kishte, po me ça është berë? Ça është berë? Po vete unë 60 vjeç. Hajde pra këtu që ta tregojmë edhe Baltën. Ja. Po, rruga me zi kalon tek Balta. rruga këtu ka qenë Balt. Balt që Balt mbeti. Balt mbeti. Këtu nuk është festuar as si Kokrlegu. E na do bëhen këto përmirësime për të fshatit. Thuaj mua ti, na do bëhen. Kur bashkia tallet me këtë popull. Tallet. Këta duan që këtë fshat këtu, këta shfarosin. Tikin këtë fshati që këtu, dhe të rrirat ata, për 7 pa qefe. Për vetë atyre, mos u bjem qaf me atyre, mos ve me atjene. Kryen e bashkia. Tikin si shka niku një pjesë. Po ku do vem, nëve kemi mallin këto, Allah? Qa do bëjmë Kuçov? Unë kam ullin. Unë këtu do jetoj. Me fëmi, me familjen. Jo unë, po shumë të tjerë dhe që... Ka niku në ndje dhe vi këtu prapë. Prandaj, ne të bëjmë thirrje atyre vete në vesh shurdhur. Për ne ka ngelu vetëm një zgjidhje. Vetëm do bokojtojmë zgjedhjet. Këtë radhë. Nuk do vem as njëjtë votojnë. Edhe në qoftë do vinë ata me forcë, do vinë atje, ne do shtrihim për para aty te shkolla. Na kalojmë tanish. Ta shikojnë të gjithë. Se çfarë po bëhet Velagosht. Se do ketë kameraman, do ketë gazetar, do ketë media aty na. A dite, e vend qoftë do t'i blejnë. Do t'i marrin me para. Ekziston frika. Me 100%. Këta do mesës bën ata. Ju erdhi media atje? Si që bën dia atje. Nuk erdhi. I blen media dia atje ata. Nuk erdhi asnjë pa pik turpi. Ja, ky është me ofendim më i rënd. Për ne. Ofendimi më i rënd për neve. I kishit informuar media? Po pra, kishim njoftuar, po. Kishim njoftuar. Edhe nuk erdhi. Jo, nuk erdhën. Pse se nuk i lanë? Edhe ne këtë do bëjmë. Kalojmë ne aty. Do shtrihemi aty mërdhe. Nuk të pyet njëri se kush je. Ne vim te bashkia atje, kryetari, ku është kryetari themin? Nuk është tu jo, kryetari është brenda. E dim shumë mirë që është brenda. Është sigurt që është brenda dhe nuk del. 100% zyrë është brenda atje, edhe nuk del. Del një sypisheu. Ai është maskara. Ja, mos shajm. Mos ofendojmë sepse jemi në media.
të bëjmë e të vendosh. Mos ofendojmë. Na ka vajtë të thika nuk kemi ku të vejmë me. Na nëzori një copë fletushka atje. Urdhoni zotni, tha, ja, tha, është bërë vendimi, tha, për rrugën e Velagoshtit, tha. Gënjeshtra me e madhe që i bet bashkisë. Shikoj sa lek kanë edhe për digën aty, 500 milion lek për digën. Po dhe diga duhet. Po s'është bërë, vetëm dhe kanë hedhur, nuk e di na do 500 milion. Ore, diga duhet, më vjen keq, diga le ta bëjnë ata. Po kthej syt një në ky popull ktheja. Se 2 kilometra rrugë është, nuk është një qytet e madhe. E qartë. Bëjani këtë rrugë. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Zotria, se ta kam ndërprer disa herë, por për respekt të pak më të mëdhenjve, edhe gjithë do flasim. Na erdhët dhe u përshëndesim. Po, brenda 2 vjetësh shkrim na ka ardhur 2 herë këtu në Velagosh. Po. Kushte kryetari i bashkisë ka ardhur vetëm atëherë kur u zgjos edhe nuk ka ardhur. E një herë ka ardhur, gjithsej në 4 vite. Kushte ti ka ardhur 2 herë, 3 herë, kanë ardhur gazetarë, të tjerë këtu kanë ardhur kryetari vem aty poshtë nuk është. Ne s'vem për ata plyshet aty, ne vem për kryetarin, duam rrugë. Kjo për neve është ulje madhe. Faleminderit. Klodi, ti ke ardhur nga Greqia? Kam ardhur nga Greqia, siç e shikoni edhe vetë rrugën. Ti ishe me atë forestradën? Unë jam atë forestradën atje. Kam 300 ranjullinj, pen 2 ton vaj, në vit, çdo vit. Të gjithë banorët që shikoni këtu, ne vojmë vetëm për rrugë. Lejt të tjera, s'po kërkojmë tjera ne, uje, drita, nuk i kemi këto, po. Të paktën, po të kishte rrugë, kjo do ishte bërë qytet? Do ishte bërë qytet. Me kaq shumë ullinj? Unë jetoj në Greqi, si se thash, po në vend Greqis, jo këtu një nuk s'ka shans edhe për shatër dhe për rrugë dhe toka ata i kanë me çakull dhe asfalt. Po kur që këtu është si në luftë. Na më vjen shumë keq me fjalë për fshatarët e mi këtu jam rritur këtu në këtë vend këtu. Banoj nuk u çov poshtë, po më vjen keq për fshatin. Edhe ti ke ikur? Po, dhe unë kam mikun, jetojmë poshtë në Kuçov. Edhe mendja ime se erë këtu. Se që vi në Greqi, marrë në telefon, them babajt, si është rruga në Velagosh. Si të vi me forestrat, unë me forestrat do të çojnë, u kam toko më tan, te varrezat më tan, nuk dilet. Kam rrezikuar jetën time 2 herë me forestrat. Dhe shkam rënë në gremin poshtë. Se nuk del. Edhe jam detyruar, mendona njerë se, si ta them thaj, se ta prindit tanë do ikin një ditë, ma ka lënë amanet babaj. Do më thoj, pirë, më varros në Velagosh. Unë këte mendoj, ma ka lënë më varros në Velagosh. Mendoj, po që një ditë shi, si mu ta qoj unë, as me forestrat nuk vete do të atje. Si ta qojnë atë babatit, ta varros, atje, këtë mendoj. Mendojmë në njerë, me mundësit e mija, them të edhë 2 makina çakull. Ti edhësh vetë? Ti edhë vetë. Rrugë tjetër nuk zgjidhet, se këta janë me gënjeshtar. Ky është gjynati të shkryetar bashkie. Është gjyna e madhe. Kemi shpresë, çfarë shpresë? Për votuar nuk bëhet fjalë. Si fshat. E kuptova këtë. Nuk votojmë. Është e kot, për çfarë na vin? Për shumë keni ardhur ju si gazetar, sa kanë ardhur si kryetar bashkie. Janë gënjeshtar, nuk ke besë efekt këtyre. Është pa mund, ka kisha, faleminderit. Faleminderit. Zotria? Ju ma jeta bakun. Falenderoj juve si media, si me të ne që keni ardhur 2-3 herë në shtatin ton. Shumë faleminderit. Ju keni ardhur, keni bërë punën tuaj, por ata nuk kanë bërë asnjë gjë për ne. Ju jeni munduar, edhe kemi keni bërë tërbal për neve. Ku bëm një rrugë një motin, ka qenë një deputet një Pilo Kerri. Edhe ai kam bërë pak debat me atë, ka thënë që më mirë ta çoj Velagoshtin poshtë në Kuçov se sa ti bëj rrugën. Kush e ka thënë këtë? Pilo Kerri, një deputet. Ha çaj ishte atëre. Çaj kena atëre, çaj ishte. Kjo është shumë e rëndë, po ta ketë thënë. Me të kanë foto, ka thaj që ç'o shpenzime, thaj që po bëjmë rrugën më mirë ta çoj Velagoshin poshtë se sa. Po ullin ti po çfarë do hamne thashun? Mua më manko zarja thaj. Më manko zarja. E kështu ka thënë ai. Pilo Kerri ka qenë vetë. Dhe këtu në Velagosh janë mbi 3-400 mjete. Traktora, motora, makina, mund të jenë me, po 3-400 janë. I ka ky fshat 3-400 mjete? Që vetëm me taksën e mjeteve? Ka mund 3 mjete, ka mund vetëm, që jam njeriu me mi dhafër i fshatit, po të thuash. Që vetëm për taksën e rrugës, që paguajnë këto mjete dhe ishte shtruar? Makinë, motor, ka mund. Rruga, ti duket vetë tani që po të bie shiu madh, nuk ka ndodhur fare. Në rrugën e harave nuk bëhet fjalë fare. Nuk ka ndodhur dot. Ulliri tani do të përkatin e Gurkalit,
Ç'a vendos? Ne qeverisë nuk po i kërkojmë apo bashkisë, buk, miell, gjëra lek. Ne po i do vetëm rrugës asnjë gjë tjetër, dhe të rrit me ne të rrit qetë ata. Të flen gjumerat. Ne për ndryshe, nesër pas nesër do vi ajo e votimeve, ne nuk kemi vendosur që mos vend të votojmë. Ata le të bëjnë çfarë të duan. Faleminderit. Faleminderit do juve. Kush do të flas nga të rinj? Hajde, të vi njëri. Me çfarë mjeti vjen? Ai lëviz. Unë vi me zetor. Ne kemi vuajtur. Si thamë dhe që parë, ne nuk po i kërkojmë bukë dhe ujë. Se për të punuar e për të jetojmë vetë, punojmë vetë. Nuk duam ndihmën ai. Ne duam ndihmë që na bëjnë rrugën, të vinë dhe ne si njerëz. Të shikojnë gjithë, anë mban i kanë të gjitha rrugë. Ndodh që vin nga emigrimi dhe po ndodh, vin, urdhë, ja, ku e ke? Jo, që nuk hyn fshat, se zotëria ka blefur stradën. Ka pasur raste, kanë ardhur kushurinë e mi, kam zbritur poshtë me motor në rrip, si kam marrë, kam sjell. Sepse s'vin dot me makinë. I lën makinat. I lën atje. Kështu që si thashë, ne nuk po i kërkojmë as bukë, as ujë, as gjë. Po ju ushqemi vetë, punojmë vetë. Ne duam rrugë, vetëm rrugë duam. Faleminderit. Faleminderit ju. Faleminderit. Një nga gratë, një nga zonja, sa e vështirë është jetosh në fshat me këto kushte? Shumë e vështirë. Si e ndërton jetën ti tek familja juaj? Si? Me të keq. Me të keq. Po. Me vështirësi. Un kam vajzën tani në shkollë. Do detyrohem, do iki poshtë tani se këtu nuk mundet, se s'ka mundësi që unë ta ushqej, si mund ta ushqej u vajzë këtu. S'ka punë, do detyrohem, do iki në Kuçov, të blej shtëpi me qira, të punoj që dhe vajza ti ketë kushte. Pra edhe ti po mendon që ta lësh të fshat Po normale se s'mundet këtu. Nuk mundet. Po iku vajza këtu i bie që të mbyllet shkolla. Po ç'a të bëju? Unë dua të jap një mundësi më të mirë vajzës. Trisht. Nëse keq më vjen, po tani kur ata nuk bëj rrugën. Pra po bë rruga ti nuk ikën. Nuk iki se vajza vazhdon shkollën dhe unë mund të blej makinë vetë dhe vete në punë punoj vi. Po ku mund ta marrësh makinën tani këtu? Këtu në fshat nuk bëhet fjalë. Po jo. Po u bë rruga jo. E kuptoj. Faleminderit. Faleminderit. Zotë kryeministër, folën trosh banorët e Velagoshtit. Shu kanë folë dhe herën e parë. Ishte pak më mirë rruga atëherë. Sot është tmerr. Kur ky fshat me 200.000 rrënjullinj është pa rrugë, ku shkojnë parat e taksa paguesve shqiptar. Banorët ta bën ftesën, hajde këtu në baltë me ta dhe diskuto problemet që ka fshati. Ky është emisioni i dytë nga Velagoshti, miq. Urojmë me shpirt mos ketë një emision të tretë, sepse do të jetë pamundur të hymë, ndoshta do vim me këmbë. Me këtë degradim që ka rruga dhe me këtë përshpejtim të prishjes së kësaj rruge, do jetë pamundur për emisionin e tretë, do duhet vetëm të vim me këmbë ose me mushka, siç e moti. Takimi i radhës do të jetë të premten tjetër, deri atëherë, nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.